deputetë. E vërtet. Me Sherif Konjucën, nëse zgaboj e shok, a? Me Sherif Konjucën nuk jam shok, po njihem, ka qenë i burgosën politik, apo në kuvend, dhe jemi njoftë shumë herët, kom pas raportet mira me te. E qka me ndonit, dhe më thonë, për Glau Konjucën, a ka qenë pjesë e shikut, se shpesh herë është përmenë që Glau Konjucën ka qenë pjesë e shikut? Unë mas pari nuk e di asë kush o konë pjesë e shikut, se edhe mu më kanë sulmu që më konë shefi shikut. Po se di, kam dëgju që ka punu një ko me rrugë në IT në shik. Po tani është e vërteta. Jo, pas ka vjedhë pas vurdën. Nuk kam folë asë njëherë me... Jo, pas ka vjedhë pas vurdën. Se a i më kishtë tregu me pas pytur, por besë se kam pytur. E qëfar raporte më duke ti i ki raporte të relaksumë me vetëvendosin? Me vetëvendosin, unë si kam të prishta me kërkon raportet. Për du që i vetë minjeri që as Berisha nuk e përqish, as e me vetëvendosin s'kam naj qështje, por me politikat e tyre janë njerës të vetëshëm, apo den se na jemi kolegë, janë zbut raportet në komunikim në salë, në qytet. Sot, për shemë, i kom taku 2 vetëvendosis në Prizren i ven atje, edhe folëm dorë për dorë. A e thova, keni më madhon që dikur, ata janë tut me ta dhënë dorë. Po, e vërtet. Por e kanë pa që na jemi njerëz gjithë, konkurojmë për zgjedhje, kush fiton, kush sfiton, vazhdon jetën. Se përdu më thonë Basaxhavet, pse e keni liu ju, se jeni pak fajtur që e keni liu një diskurs damshëm politik, dhe më thonë të thonë që ki hajni, që ki shpioni, që ki pa fakte, dhe më thonë. Po tani qa me vonë, me mytë? Po jo me mytë, po ka organet qëtetit që... Organet nuk ka, këtu është problemi, nuk funksionojnë organet. Për shembull, mi thonë, për shembull, mu më kanë ndodhë, që po të ndërpres më falë, më kanë ndodhë, për shembull, më kanë me Azem Syle, Azem Syle është dihet kontributi ti, dhe më ka qenë komandanti përgjithshëm edhe mi thonë për shembull dë Balush, që shtëpi thamë, ne, mi thonë që hini kë ka marrë, kë ka... Po. Këtë diskurs, dhe më thonë, jeni pak fajtur ju që i keni leu. Shikar, ti i vetëmi institucion në një vend, është gjykata edhe policia. E vërtet. Nëse ligji nuk ta jep të drejtë me fydi kanë, ki drejt me ju drejtu policisë dhe gjukatës dhe prokurorisë. Po pëse si këni drejtu ju? Problemi është, unë i kam disa lanë me media. Një e di që ke fitu me Butasat? Jo me i kam fitu një 4-5 në për ata, po nuk është problemi këtu. Po këtu lanë civile vënohen me 5 vjetë, 10 vjetë. E vërtet. Nuk është në regu. Unë për shemë kam pas një konflikt gjukatë penale jo, po civile në Zvicër, edhe është kry mrena fatit, mrena 6 mujve duhet me përfundu landa. Jo më vëno. Kom pas probleme dhe me shtetin e kom pa dit njëherë, edhe jemi shku dhe në Strasburg. Po nuk ka thonë kush i që ati, kush është taj një farë, fugjati ati a një farë, shqiptari, shteti parë në cishëm. Këtu në Zvicër, por ka marrë parasysh, edhe duhet me dalë në një vendim në afatin e caktum. Unë jam i thari kësaj. Po, drejtësia të na, lenë për të dëshru, duhet mu përmjesu shumë, duhet me punu shumë. E vërtet. E kini deklarat interesante, ke thonë që ka inspektor të vetëvenduesit që po dolin të rrenë edhe pishuin apo punujnë veteran të UÇK-s për mi avnol pagën. Penzijën. Është e vërtet që pysin, a je veteran, a keni veteran punë, edhe mi unal pagat, sepse me ligjë s'ke drejt me punu. Dhe në qofë se me ligjë s'ke drejt me punu, në nuk muj me akuzu, atë pse po e zbaton ligjë. Nuk është normali. Por, nështë nga aspekti human, nuk të duhej me okufizu të drejten, deri sa të miratohet një ligjë. A i shkreti me 170 euro, sa ka marrë dhe ta, është është bërë 210 në duke diçka që ashtu, është e vogël si pak. S'munët me kalu muajnë me familje, dhe është i detyru me punu në dërtim, ku dion, vetë shërbim, dikon punon. E vërtet. Po janë disa probleme tu që
të cilat me ligjin e ri për veteranët e luftës duhet mu trajtu. Spari duhet të mu trajtu me komision dhe me ligj kush është veteran dhe kush është. Veteranët duhet me leju me punu edhe në shtetë edhe... A është veteran Albin Kurti? Nuk e di, nuk jem konë në komision. Po këtë luftë e ke po? Që është veteran, po ka shumë njerës që s'kanë qenë si kanë pas as... Po në lufta e ke taku në herë, Albini? Në lufta e ke taku në herë? Jo, nuk e kam taku në luftë, po unë më ka tërgu Adem Demaci që e ka morë në zyrën e ti, me punu, dhe duke qenë zyrën e Ademit, dhe Vac Adem që ka qenë i autorizum për me themelu asamblen parlamentare të Kosovës, në kohën ku s'ka funksionuar parlamenti i zgjedhur i famshëm, i LDK-s, a i ka shku, ndoshta pakten e kom parë një fotografi që ka shku edhe në shtab përgjithshëm me Vasin Adem, edhe ka bo një deklarat në atje, po ka pas një përplasje, do të thoja, me dikën shtabit përgjithshëm lidhur me një deklarat